Sipas kreut të Bashkimit Demokratik për Integrim, marrëveshja arritur me lehtësim e ndërmjetësim ndërkombëtar kishte për qëllim dhënien fund të krizës politike dhe të atyre zhvillimeve të cilat zoti Ahmeti i quajti të turpshme. Se këndemi, hezitimi për zbatimin e plotë të saj, tha ai, është i papranueshëm. Nuk është mirë për qytetarët të përhapen dilema dhe të vëhen në pikpyetje marrëveshje shumë të rëndësishme. Dhe nëse duhet dikush të ndryshoj këtë marrëveshje, pikrisht duhet të ulen palët të cilët e kanë bërë, e kanë arrit atë marrëveshje për të bërë një marrëveshje ndryshe nga ajo që e kemi nënshkruar dhe dakorduar me 2 qershor dhe 15 korrik. Gjithnjë duke folur për mundësinë e shtyrjes së datës së zgjedhjeve, kryetari i BDI-s paralajmëroi se një gjë e tillë imponon një marrëveshje të re, gjë që, tha Ahmeti, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk e mbështet. Në qoftë se vje puna për të rinegociu, atëherë Bashkimi Demokratik për Integrim do të dalë me agjendë dhe platformë të re, e cila do të qëndrojë mbi këtë marrëveshje të cilën e kemi nënshkruar dhe dakorduar që zgjedhjet të mbahen me 24 prill, të sanksionuara edhe me ligj dhe të votuara si asnjëherë më parë nga partitë në pozitë dhe ato në opozitë. Në këtë shtrirje, në tubimin partijak të mbajtur në qytetin e Dibrës, Ahmeti i cilësoi si veprimet papërgjegjshme zhvillimet e fundit në skenën politike të vendit. Ne gjithçka në është kontestuar në shumë fusha. Dhe njëherë ky rivlerësim i progres raportit bëhet në qershor të këtij viti nga Bashkimi Evropian. Si mund ne të sillemi me aq papërgjegjësi? Ne agjendën e kemi. Raporti i Pribes është shumë i qartë se ç'duhet bërë në fushën e jurisprudencës, që reformat duhet të avancohen e të lartësohen. Duke folur për zgjedhjet, kreu i BDI-s Ali Ahmeti këmbguli që të bëhet çmos për përmbushjen e standardeve për zgjedhje të lira, të ndershme, të besueshme dhe të pranueshme nga të gjitha palët.